Virgjëresha, kjo javë është një moment që mund të ndryshojë gjithçka për ty. Nuk është vetëm një javë e zakonshme. Energjia e yjeve të favorizon financiarisht dhe profesionalisht. Mund të marrësh një lajm ose një mundësi që do të hap rrugë për fitime të papritura dhe sukses. Por mos harro, qelësi është veprimi i mençur dhe fokusimi tek prioritetet. Dita e parë e javës mund të duket sfiduese, por kjo është vetëm për të testuar durimin dhe vendosmërinë tënde. Nëse vepron me qetësi, shanset për të fituar janë të mëdha. Virgjëresha, java pozitive dhe me para. Energjia e javës. Kjo javë fillon me një kombinim të fuqishëm të energjisë planetare. Merkur dhe Venusi janë në pozicione që favorizojnë vendimet e mençura dhe veprimet praktike. Për Virgjëreshën, kjo do të thotë se çdo hap që merr në karrierë ose në financa ka mundësi të sjellë rezultate konkrete. Yjet tregojnë se duhet të jesh vigjilent, por jo i ngutshëm. Mundësitë do të shfaqen papritmas dhe disa prej tyre mund të kërkojnë vendim të shpejtë. Kjo është java kur planifikimi dhe intuita punojnë së bashku. Shumë virgjëresha do ndjejnë një motivim të jashtëzakonshëm për të përmirësuar situatën financiare. Ky motivim nuk është thjesht ambicie, por një ndjenjë që po të shtyn të vendosësh rregull dhe organizim tek burimet e tua. Financat nuk janë vetëm para, por edhe mënyra se si menaxhon kohën dhe energjinë. Nëse fillon të analizosh të gjitha shpenzimet dhe të krijosh një strategji, java e ardhshme mund të shndërrohet në një periudhë të jashtëzakonshme për ty. Dashuria me financat. Edhe pse java fokusohet tek para dhe mundësi, emocionet nuk janë të harruara. Një virgjëresh që është në lidhje mund të ndjejë tension për shkak të planifikimit financiar të partnerit. Një bisedë ndershme dhe e qetë do të ndihmojë të dy të kuptoni njëri tjetrin dhe të krijoni plane të përbashkëta për të ardhmen. Beqarët kanë një javë interesante, dikush që ka stabilitet financiar dhe ambicie mund të tërheqë, duke krijuar një kombinim të fuqishëm të inteligjencës dhe sigurisë materiale. Karriera dhe suksesi. Në aspektin profesional, java fillon me mundësi për të marrë përgjegjësi të reja ose për të përfunduar projekte që ke shtyr prej kohësh. Shumë ide të vjetra që mund të dukeshin të parëndësishme, tani kanë potencial të fitueshëm. Yjet tregojnë se kjo është një javë për të marrë iniciativë dhe për të treguar aftësitë e tua organizative dhe analitike. Ata që kanë biznes ose projekte personale do ndjejnë energji të lartë për të rritur fitimet. Ide të vogla që nuk dukeshin të rëndësishme mund të sjellin rritje të papritur të ardhurave. Suksesi nuk vjen vetëm nga puna e fortë, por edhe nga aftësia për të parë mundësi që të tjerët ja anashkalojnë. Kjo është java kur virgjëresha ka mundësi të shfaqë talentin dhe mençurinë e saj në mënyrë konkrete. Financat, rritja e papritur. Java është shumë premtuese për fitime të papritura. Mund të jetë një bonus në punë, një pagesë e vonuar që arrin, ose një investim që fillon të jap rezultate. Yjet sugjerojnë të jesh i kujdesshëm në marrëveshje të reja, lexoni çdo detaj. Mos nënshkruani pa analizuar. Megjithatë, rritja është e dukshme dhe do të ndihesh më i sigurt financiarisht. Është gjithashtu një javë e mirë për të menduar për kursim dhe për të krijuar një plan afatgjat financiar. Shumë virgjëresha do ndjejnë nevojën të rifokusohen tek prioritetet dhe të shmangin shpenzimet e panevojshme. Çdo vendim i mençur që merr tani do të ketë ndikim pozitiv për muajt që vijnë. Marrëdhëniet me të tjerët. Në këtë javë, marrëdhëniet personale dhe profesionale do të ndikojnë direkt tek sukseset financiare. Një këshill e mençur nga dikush me përvojë mund të ndryshojë mënyrën se si vepron. Mos i neglizho bisedat me kolegët ose partnerët. Ato mund të sjellin informacione të çmuara që do të ndihmojnë të arrish objektiva. Në familje, disa diskutime mund të lidhen me menaxhimin e parave ose planifikimin e projekteve të përbashkëta. Sot është një moment për të treguar maturi dhe për të vendosur rregulla të qarta që do të ruajnë harmoni dhe do të përmirësojnë situatën materiale. Shëndeti dhe energjia. Energjia jote gjatë kësaj jave është pozitive, por duhet të kujdesesh për lodhjen. Planifikimi i kohës dhe menaxhimi i stresit janë çelës për të ruajtur energji dhe për të marrë maksimumin nga çdo mundësi. Ushtrimet e lehta, meditimi ose aktivitete kreative mund të ndihmojnë të qëndrosh i fokusuar dhe i qetë. Java për virgjëreshën është pozitive, sidomos në aspektin financiar. Energjia planetare sjell mundësi të reja, rritje dhe stabilitet. Qelësia është të jesh i kujdesshëm, i organizuar dhe të veprosh me mençuri. Javën e fillon me durim dhe fokus, dhe në fund të saj mund të ndjehesh më i fuqishëm, më i sigurt dhe më i përgatitur për sfidat që do të vinë. Virgjëresha. Një javë e mbushur me mundësi të papritura.
Kjo javë nuk është vetëm për rutinën e zakonshme të virgjëreshës. Yjet tregojnë se mund të ketë mundësi që nuk I kishe parashikuar. Mund të jetë një projekt I ri që shfaqet papritur, një ofertë që të habitet, ose një mundësi për të rritur të ardhurat nga një aktivitet që e kishe menduar si të vogël. Gjithçka që duket e rastësishme mund të ketë potencial të madh në të ardhmen. Është e rëndësishme të mos veprosh impulsivisht. Nëse një mundësi duket shumë e mirë për të qenë e vërtet, merr kohë për të analizuar çdo detaj. Analiza dhe vëmendja ndaj detajeve janë armët më të forta të virgjëreshës. Kjo javë është si një test, universi po të provon se sa e aftë të dallosh shanset reale nga ato të reme. Një lajm I papritur mund të vijë nga një person I panjohur ose një kontakt I vjetër. Nëse e merr me mendje të qetë dhe I përdor aftësitë tua analitike, mund të krijosh një rrugë të re për sukses financiar. Disa virgjëresha do ndjejnë një rritje të papritur të motivimit dhe dëshirës për të arritur më shumë. Strategjitë për financat. Kjo javë është ideale për të organizuar burimet financiare dhe për të krijuar një plan afatgjatë. Një ide e vogël që mund të duket e parëndësishme sot, mund të rezultojë në një fitim të madh në javët ose muajt e ardhshëm. Krijo një listë të qartë shpenzimesh dhe të ardhurash, analiza e detajuar do të tregojë se ku mund të kursesh ose ku mund të investosh. Investimet e vogla, të mençura ndonjëherë një projekt I vogël personal ose një investim I vogël në diçka që e njeh mund të sjellë kthim të lartë. Kontrolli I impulsivitetit, një shpenzim spontan mund të duket I vogël sot, por mund të ndikojë në planin afatgjat financiar. Kujdes me blerjet e panevojshme. Yjet sugjerojnë që për virgjëreshën, kombinimi I strategjisë dhe intuicionit është çelësi. Kur ndihesh e pasigurt për një mundësi, shiko të dhënat, konsulto dik me përvojë dhe vendos në bazë të fakteve dhe jo emocioneve. Rritja profesionale. Në aspektin profesional, kjo javë është jashtëzakonisht premtuese. Nëse ke një ide që ke menduar prej kohësh, është koha ta shfaqësh. Shumë virgjëresha do të kenë mundësi për të marrë përgjegjësi të reja ose për të treguar aftësitë analitike dhe organizative. Një projekt I ri mund të kërkojë përkushtim, por do të shpërblej. Të tregosh disiplinë dhe mençuri në punë tani mund të sjellë respekt dhe mundësi për avancim. Bashkëpunimi me kolegët dhe dëgjimi I këshillave të mençura do të rrisë shanset për sukses. Nëse ke biznes, kjo javë mund të sjellë klient të rinj ose projekte fitimprurse. Edhe një ide e vogël marketingu ose strategjie mund të sjellë rritje të konsiderueshme të ardhurave. Një analizë e kujdesshme e tregut dhe veprimi I mençur do të bëjë diferencën. Marrëdhëniet me partnerin dhe familjen. Virgjëresha shpesh I jep rëndësi detajeve dhe strukturës, dhe kjo javë nuk bën përjashtim. Marrëdhëniet personale mund të ndikojnë tek situata financiare, sidomos nëse ka projekte ose shpenzime të përbashkëta. Nëse je në lidhje, partneri mund të ketë ide ose shqetësime që lidhen me paratë. Një bisedë e hapur dhe ndershme do të forcojë besimin dhe do të krijojë mundësi për të planifikuar së bashku. Bashkëpunimi dhe vendimarrja e përbashkët është çelësi. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që ka ambicie dhe stabilitet. Një marrëdhënie e mundshme mund të fillojë me respekt për inteligjencën dhe mençurinë e ndërsjellë, dhe më pas të kthehet në diçka më serioze. Në familje, disa diskutime mund të lindin mbi shpenzimet ose investimet e përbashkëta. Është e rëndësishme të mbash qetësinë dhe të vendosësh rregulla të qarta për të shmangur keqkuptimet. Energjia personale dhe shëndeti. Energjia jote është pozitive, por është e rëndësishme të mos e teprosh. Javë ngarkuar me aktivitete financiare dhe profesionale mund të lodhë. Për të ruajtur energji dhe përqendrim, sugjerohet ushtrime të lehta ose yoga për të qëndruar fizikisht aktiv, meditim ose teknika relaksimi për të qetësuar mendjen. Aktivitetet kreative si shkrimi, vizatimi ose muzika mund të ndihmojnë të ruash qetësinë dhe kreativitetin. Mënyra si menaxhon energjinë personale këtë javë do të ndikojë direkt tek vendimet e tua financiare dhe profesionale. Kur ndihesh I qetë dhe I fokusuar, mund të marrësh vendime më të mira dhe të shfrytëzosh çdo mundësi që shfaqet. Pika kyçe për javën. Mundësi të papritura financiare, kontrollo çdo ofertë dhe analizoj mundësitë. Rritje profesionale, tregoj mençurinë dhe aftësitë organizative. Bashkëpunim dhe komunikim me partnerin, familjen dhe kolegët. Menaxhimi I energjisë dhe fokusit, qetësia është çelësi për vendime të suksesshme. Kjo pjesë e javës është një mundësi e artë për virgjëreshën. Mund të krijosh stabilitet financiar dhe të bësh hapa të mëdhenj në karrierë. Çdo vendim I mençur dhe çdo hap I planifikuar mund të sjellë shpërblime të konsiderueshme.
është vendimtare për të shfrytëzuar mundësitë financiare që shfaqen. Yjet tregojnë se Virgjëresha ka fuqinë të krijojë një bazë të fortë materiale dhe të rrisë burimet e saj në mënyrë të qëndrueshme. Investimet e vogla dhe të mençura. Javën e ardhshme është momenti ideal për të filluar një investim të vogël që mund të sjellë kthim të lartë. Nuk është koha për rreziqe të mëdha, por për veprime të menduara dhe të informuara. Çfarëdo projekti ose ide biznesi që duket e mundshme dhe ka perspektivë, mund të jetë shumë premtuese. Kursimi strategjik. Përdor këtë javë për të krijuar një plan kursimi të qartë. Çdo vendim i mençur që merr tani mund të ketë ndikim të madh në muajt e ardhshëm. Shmang shpenzimet impulsive, sidomos ato që nuk janë të domosdoshme. Për Virgjëreshën, kontrolli i buxhetit dhe organizimi i të ardhurave janë çelësi për sukses të qëndrueshëm. Monitorimi i burimeve. Mbaje nën kontroll çdo burim të ardhurash dhe shpenzimi. Shënime dhe regjistrimet e hollësishme mund të të ndihmojnë të dallosh mundësitë reale nga ato që duket e mirë, por nuk janë. Analiza e të dhënave financiare do të japë qartësi dhe do të parandalojë gabimet. Karriera dhe projekte profesionale. Në aspektin profesional, kjo javë është e jashtëzakonshme për të treguar aftësitë dhe talentin. Një projekt që ke shtyr ose një ide që nuk e zbatuar, tani mund të jap rezultate konkrete. Shfaqje aftësive. Tregoj kolegëve dhe superiorëve aftësitë organizative, analitike dhe të zgjidhjes së problemeve. Kjo është javë kur puna e kujdesshme shpërblehet. Marrëdhëniet me kolegët, bashkëpunimi është thelbësor. Një sugjerim i mençur ose një ide e re mund të hapë mundësi për fitime të përbashkëta dhe avancim profesional. Projekte të reja. Nëse merr një ofertë të re ose propozon një iniciativë, vepro me mençuri dhe analizë. Dëgjoj këshillat e njerëzve me përvojë, por mos i humb vizionin tënd. Marrëdhëniet dhe bashkëpunimi. Çdo vendim financiar ose profesional do të ndikojë tek marrëdhëniet personale. Bashkëpunimi dhe komunikimi i qartë me partnerin, familjen dhe kolegët është vendimtar. Në dashuri, një bisedë e qartë mbi financat ose projektet e përbashkëta mund të krijojë siguri dhe besim. Beqarët mund të lidhen me dikë që ka stabilitet dhe ambicie, duke krijuar një bazë të fortë për të ardhmen. Në familje, diskutime mbi menaxhimin e parave ose investimet mund të lindin. Qetësia, durimi dhe argumentet e bazuara në fakte do të ndihmojnë të shmangësh konflikte dhe të krijosh një ambient të qëndrueshëm. Energji, fokus dhe përfitimi maksimal. Energjia jote është në nivel të lartë, por për të maksimizuar çdo mundësi, duhet të menaxhosh kohën dhe fokusin. Përdor ditët më të forta për vendime të rëndësishme financiare. Ndërpre vendimet impulsive me analizë dhe reflektim. Përqendrohu tek objektivat afatgjata dhe mos u zhyt në emocionet e momentit. Kjo është java kur Virgjëresha ka fuqinë të shndërrojë mundësitë në fitime reale dhe të krijojë stabilitet. Çdo hap i matur dhe i planifikuar do të rrisë besimin dhe do të ndihmojë të realizosh synimet profesionale dhe financiare. Përfundimi, mesazhi i javës. Financat, krijo strategji, investo me mençuri dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Karriera, trego aftësitë, merr përgjegjësi dhe përdor mundësitë që shfaqen. Marrëdhëniet, bashkëpunim dhe komunikim i qartë do të forcojë besimin dhe do të krijojë mundësi të përbashkëta. Energjia dhe fokusimi. Përdor energjinë në mënyrë të mençur, përqendrohu tek objektivat dhe shmang stresin e panevojshëm. Në fund të kësaj jave, Virgjëresha do të ndjehet më e fuqishme, më e organizuar dhe më e sigurt financiarisht. Yjet tregojnë se kjo është një javë e jashtëzakonshme për të kapur mundësitë dhe për të krijuar një bazë të fortë për të ardhmen.